të dëshkuar, por kemi këto zerot e tjera që janë shtuar. Pa dyshim. Këtu vim ke perceptimi. Unë, që ka korupcion Shqipëri, asë nuk diskutohet. Ka korupcion Gjermani, ka në Francë, presidenti Francës shkoj dhe në burg. Por problemi është, ne duhet, për shumë me që përmënda Francën, si u bë, u morë në gjyq, u bë gjyqi, u dha vendimi, u qunë burg e lirun, dhe më thënë, sepse edhe i faktikisht si ka morë ato legë, vetëm mënyra që donë të të bënd të atë dilë, e qunë burg. Kurse ne, dhe prapë po vija të ku ka drejtë Rama, dhe më thënë që kemi më shumë burgosur të pa dënuar se të burgosur dënuar. Pra, a është e nevojshme që të bëjmë gjithë këtë arrestime, kur aty i ke, për shumë rasti e Erion Veliajt, është skandal. Një njeri i zgjedhur, edhe aty ka drejtë Rama kur thot, si kur tjetë ajo bashkia Tropojës, që është një bashkia vogël dhe prapë bëndëm, jo më bashkia Tiranës, dhe unë kam përsërit dhe në emisionin tu dhe për përsëris prapë. Majori qytetit New Yorkut kishte 12 akuza dhe vazhdoni ka ato akuza, mbaroi mandatin dhe prapë është në gjendje të lirë për akuzat që ka. Pra ç'është dhe erdhi dhe në Shqipëri, doli dhe jashtë Amerikës. Pra ç'është ky nxitim? Unë kam këtu që në Shqipëri ajo që i ka munguar Shqipërisë, gjatë gjithë historisë saj shtetërore, është drejtësia. Ne kemi një raport shumë keq me shtetin e së drejtës. Dhe kjo do të rregullu, por kjo nuk rregullohet me aksione. Kjo nuk rregullohet me aksione tip Aranit Çela, që tash situata është keq, rrëfimi imperialist o revizionist, edhe hajde tash të arrestojmë njerëz për agitacion e propagandë. Zoti Demalje, a ka paralajmëruar sot Rama që janari në fakt do të nisi me një ndryshim të asaj që do të quhet në vitin e 10 jubilar të themelimit të reformës kur votua, le të themi, në vitin 2016, pra 10 vite, do të jetë ky momenti kur reforma në drejtësi do të preket dhe në interes të kujt? Dhe sa do të jenë ndërkombëtarët ata të cilët do të lejojnë këto ndryshime, pavarësisht votave që mund të ketë majoranca. Me që përmendet ndërkombëtarët, kemi eksperiencat e vendeve të tjera të Ballkanit. Ne e dorëzuam pavarësinë tonë shtetërore. Në momentin që, dhe këto mire kanë sot gjithë këto që janë burg. Pse? 140 vetë firmosën pikërisht këtë reformë drejtësi, pa ditë sepse e thonë aleatët, sepse e thot kjo, sepse e thot kjo. Por në anën tjetër kemi presidentin Amerikës, që është me kush e di sa çështje, dhe është presidenti Amerikës. Përse nuk nxitojnë për veten ata? Përse nuk nxiton Amerika të arrestojë Trumpin? Përse? Sepse vepron drejtësia mbi bazën e hetimeve, dyshimeve, nuk nxitohet, vazhdon 7-8 vjet, sepse kur një njeri dënohet, ka pas raste në Amerikë që janë dënu me burg të përjetshëm. Dhe pastaj nga DNA kanë dalë pafajshëm. Dhe kush që pagun atë 20 vjet burg janë raste konkrete, mund të ishte gjesh. Dhe një të ngjëtha dhe zoti Rama sot, kush e rregullon dëmin që ka shkaktuar rastin e Balukut për familjen e saj, për karrierën politike etj etj. Po, dëmin, imazhin, karrierën të gjitha. Pra, përse ky nxitim? Ti aty i ke, nuk ti ke njëri. Erion Velia ka rrezik ti ke, thënë, pa ishte Erion Velia njëra para sa të arrestoj. Jo, Malia nuk i ka njëri, se një paraardhësiku. Kështu që Jo, pse i ka një, aty dhim ka jo pra, që më mirë, një i fajshëm, më mirë jashtë se sa 100 pafajshëm brenda. Jashtë se sa një i fajshëm brenda. Pra, për një rast nuk kemi se kryejmë precedente. Atëherë, me këtë logjik i bikin e të arrestojmë gjithë administratën, se gjithë administrata përfolet. Problemi është që ne duhet ndërtojmë mekanizma që të heqim kulturën e korrupsionit dhe mendësisë që në punë shteti shkohet për të pasuru dhe për të vjetë. Kjo është çështje kulture dhe këtu pastaj vdim kjo opozita. E njëjta gjë ka ndodhur me opozitën dhe me opozitën e kemi raste shumë të rënda, kemi hedhjen e erët një Gërdeci, kemi vrasjet në bulevard, kemi 97-ën, piramidat që janë vrak 4.000 vetë. Pra,
pikërisht se ne kemi vepruar